إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar të pranishëm, do t'i ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që sfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, duke shoqëruar edhe fjalët e ulemave dhe dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu taala në librin e tij Al-Adabul Mufrad, ku ka përmbledhur një varg edebesh, edukatash, mësimesh nga jeta e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi mbet të kapitulli lutjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku disa prej lutjeve i ka titulluar Imam Buhariu e disa prej lutjeve i ka lënë të hapura, duke treguar se këto pejgamber alayhi salatu wassalam i ka bërë her pas here. Andaj e ka quajtur da'awatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lutjet apo duat e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ngelëm në ligjëratën e xumas së kaluar në përmendjen e këtyre lutjeve, sot do të vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala, ti citojmë këto lutje që të jenë mësim për neve, edhe të jenë edhe një nxitës më tepër për të lutur Allahu subhanahu wa taala me lutjet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ka nga Ibn Abbasi radhiyallahu an se thot e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam në dua duke thënë kështu: Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, o Zot, më ndihmo mua dhe mos ndihmo kundër çështjes time. Wansurni wa la tansur alayya, ka thënë më ndihmo në betejat e mia dhe mos e ndihmo armikun kundër meje. Wamkur li wa la tamkur alayya, bëj kurthet në favorin tim, në fitoret e mia dhe mos i bën kundër meje. Wa yassir li al-huda, ma lehtëso udhëzimin, bëje çdo sen që të udhëzohem shpejt me lehtësi dhe me kollajllëk. Pastaj ka thënë: "Wansurni ala man bagha alayya", dhe ndihmom kundër atij i cili më bën mua zullum. Më ndihmo kundër atij i cili më bën mua zullum. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Rabbi ja'alni shakkaran lak", o Zot jam, më bëj falëndërues ndaj teje. Shko, të jesh falëndërues nuk është e lehtë. Njeriu nuk falenderon let. Njeriu nuk është mirënjohës i let. Njeriu merr, por nuk e kthen me të mirë. Po këtë arsye Zoti i Madh te bareke ve teala për robët vet nuk ka kërkuar shumë. Nuk ka thënë se unë të jap ty 1 milion, ti dush më kthej mua 1 milion. Jo. Ne hajm, pim, ushqehemi, veshemi dhe konsumojmë të mirat e Zotit te bareke ve teala, dhe krejt ajo çka e lip Zoti prej neve në këtë dhuratë të madhe, çfarë është? Thot vesh tu i faleminderit. Kaç është ajo çka neve na kërkon Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë alayhi salatu wassalam: o Zot, më bëj shumë falëndërues ndaj teje, jo pak, shumë falëndërues. Pra, në çdo të mirë të jem falëndërues ndaj teje. Dhe karal lak, më bëj që të përmendi ty, nga se ai çka përmend diçka e do. Njerëzit i përmendin gjëra që i duan, dhe ti i shef njerëzit se në muhabetet e veta gjithmonë i sillin të njëjtat muhabetet që i dojnë. Nëse e ka një dyqanin e vet, tregtinë e vet, mallin e vet, shtëpinë e vet, gjithçka që ka të bëjë me ta, atë çka e do e përmend. Ai çka e do Zotin e përmend Zotin. Ai çka e do pejgamberi alayhi salatu wasalam përmend sunetin e tina. Ai çka e do Islamin e përmend Islamin, pra përmend atë çka ai e don dhe e ka për shpirtin. Thot alayhi salatu wasalam: rahiben lek, o Zot, më bëj që të frigohem prej teje, më bëj që të tutëm prej teje. Sepse njeriu kur i tutet Allahut është stabil, e kur gjithçka jetë tjetër përveç Allahut i tutet, destabilizohet. Sepse stabiliteti vjen nga friga prej Zotit. Friga prej Zotit e bën njeriu në ekuilibër, është i qetë, sepse ka një Zot, për një burimit merr urdhra,
prej një burimit merr ndalesa, prej një burimit e merr jetën, prej një burimit e merr ligjin, prej një burimit i merr të gjitha gjërat të cilat i duhen jetën e kësaj bote. Në kundërtën e kësaj, nëse njeriu nuk i tutet Allahut, atëra ka me këshill m'ia bë çefin në dunjaje. E s'm ka me mujt m'ia bë çefin. Se të e kënash një dost i dhënohet tjetri, të e kënash një fëmijë i dhënohet tjetri, të e kanë mirë me njanin, filani tjetër i dhënohet. Se kështu janë njerëzit. Asnjëherë s'ka mundësi mi bë krejt me një vend. Për këtë arsye thot pejgamberi alayhis salam, o Zot, më bëj që veç pi ty e mutut. Ndërkohë që i respektoj njerëzit dhe i nderoj njerëzit dhe mundohem me kanë mirë me ta. Ama frika është prej Zotit. Tuta është prej Allahu subhanahu wa taala, mitwa'an lak. O Zot, më bëj që në nshtrimin ndaj teje ta kam shumë shpejt. Pra kur të më thush falu, më një herë falna. Kur të thuj më jap zeqat, më një herë jap zeqat. Kur të më thush që kjo haramun, më një herë nali. Kjo është mitwa. Mitwa çka është? I nënshtruar i shpejt. I nënshtruar, dorëzohet shpejt. Nuk mënon do të nalta shof, a më përshtatës, jo, më një herë i dorëzohet Allahu subhanahu wa taala. Mukhbitan lak. Më bëj që të jem i porulur para teje. I porulur para teje. Njeriu të ndërum xhamat ka mundësi mi bë Zoti gjuna. Ka mundësi me rëshit diçka e cila është ndalume, por nuk ban me kanë jo i porul para Zotit. Dhe cili o dallimi? Cili o dallimi? Ademi alayhis salatu wassalam, baba i njerëzimit, e ka pas të ndalume pemën e ndaluar dhe ka hangur. Allahu e ka ndalu, fala taqrabu hadhihi ash-shajara, mos ju ngjitni, mos ju afroni çesaj pemë. Edhe e kanë hangur. Mirë po, ku është dallimi mes Ademit edhe Iblisit? Edhe Iblisi se ka ngu Zotin. Iblisi ka këndërshtu. Ndërkohë që Ademi ka rënë gjuna. Cili o dallimi? Ademi edhe te hang gjunahin e ka ditë që o gjuna. Pra i te hangër pemën, ka thonë kjo gjuna, apo rash në ta. Para se me ranë gjuna, tu ranë gjuna, pas gjunahit, Ademi vazhdimisht thot kjo gjuna, zban me bon, po rash. E Iblisi para urdhrit, në urdhër dhe pas urdhrit, që ka thonë të? Nuk ka që ashtu që shpëtë të Zotë, unë që po thamë. E kjo, sa i thëni ihtiradh, sa i thëni, andaj që ka tha Iblisi, Allahu subhanahu wa ta'ala, tha ana khairum min. Unë nuk ban mira se ishte këti, së jam më i mirë se ki. E dalimin e mes gjunahit e Ademit alayhis salatu wassalam dhe Iblisit, cili është kundërshtimin në levërdin e urdhrit. Iblisi donte mi kallëzu Allahut se gabim e kiti që po më thu mira Ademit se ishte. Ademi nuk e bani këta. Ademi thjesht ra në gjuna të shpresu mos po jetë magat e mos po mbetet në xhenet për gjithmonë. Andaj shikoj çka tha alayhis salatu wassalam. Mukhbitan lak. Më bëjt të për ullur. Është kur ikhbat, kur njëri se çon kryer hiç. O Zot, çish tu ishte? Edhe kur ki bëj gjuna, falem o Zot. Jo që të kundërshtova, unë e gabim e kam, ti e ki mirë, po që, e shati për shembull, e ki të ndalume me shikun një vajzë të huj. Ti e di që e ki ndalume, po të hiksini, e njeri u shështu ishtë i kryum, e apo tërhiqet drejgjinis të kundër, dhe, staghfirullah, bën istighfar të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo i ngjan Ademit alayhis salatu wassalam, se kiran gjuna, ama pe di që o gjuna, e po kërkon falje. Dhe me vetë dikush mi thonë, pse këshire? O, këshira, mi kisi një dhe të po, Allah i më falë, se sa mirë me këshirë. Apo, qka është ideologjia i Iblisit? Po, abe se zbane për leshka, po, pse ka dalë, kjo du të me këshirë? E kjo është mo tani kundërshtim të i Zotit. Kjo është mo me e vendosë në pikpytje, a e ka mirë Allah i kur ka thonë, ullë në shikimin ajo. Andaj, të por ullësh për para Zotit, nuk do më thonë që del kitë komplet për gjunajt, jo. Por, i e biri Ademit, bën gjuna dhe kërkon falje. Dhe kështu është edhe e gjithë jeta e besimtarit përpjekje e vazhdueshme që ti mbulon gjunat e veta, se s'ka as teori, e as praktik, e as e imagjinueshme që njëri mos me bëj gjuna hiç. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka bë istighfar 70 herë në ditë, transmetim 100 herë. 170. 100 herë në ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është i pasur për gjunave të mëdha. 100 herë, astaghfirullah wa atubu ilej.
Apo, ndërkohë që njëri beneve që ato gjuna i ban dhe nuk përulit për para Zotit te bareke ve teala. Thot Allahu xhelal xhelal, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, awahan muniban. O Zot më bëj awahan. Awah është ai njeri i cili rënkon me za. Pse be e bona këta, nuk u dash me e bëhe. Kjo ka zënë për tobën e tina. Sikur që Zoti Madh te bareke ve teala ka treguar në Kur'an se mënyra apo format e nënshtrimit dhe pranimit të gjunait ndaj Zotit janë forma ndryshme. Ti edhe veç kur i çon durt ka Zoti, o Zot falëm, ti ti pranon gjunait. Edhe nëse nuk janë nis rën me rën me njëf ato, ka forma të ndryshme të pranimit të gjunait. Njëra prej tyre është rënkimi, pse be thash? Pse be su dash me e bëhe? E shesën tregti ke gabu diçka, me njerëzit ke gabu diçka, i ke hin hak dikujna. Çfarë ban? Këtë cilësi ka pas Ibrahim alayhis salatu wassalam. Shumë ka rënkue. Munib është ai i cili kthehet te Zoti shpesh. Vazhdimisht mas çdo gjunaj kthehet Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë taqabbal tawbati waghsil hawbati. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, o Zot, ma prano tobën time. Pranoje pendimin tim. Shiko pejgamberi alayhis salatu wassalam tu bëu dua. Ma prano tobën. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyni në Madarijus Salikin, thot fundi i çdo dietari o pendimi. Pra, libri apo ka përparën këtë fokusin kryesor, ballinën edhe fundin. Merë jetën tane e ki fillimin edhe e ki faqen e fundit. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyni, faqja e fundit e çdo njeri që e njeh Zotin dhe e di për Zotin, a mu pendue. Pra në fund e ki po njeri kur vdes, çka thot? A ma bani halal. Çështu a thojnë? Kur vdesin njerëzit, madje nëse s'ka mujt me thanë, thot hoxhan vend ti apo ja bani be halal. Pse? Sepse fundi çdo besimtare mu pendue. Sepse ka gjunahet fshehta dhe publike, të holla dhe të trasha, që i di dhe që si di, du të me kërku falje për ato. Du të me kërku falje për ato të Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë, taqabbal tawbati. Baban kabull tawbën, sepse ti mundesh mu pendu s'ta ban kabull. Ti mundesh me thonë o Zot pendohem te ti, Zoti thotë jo s'ta pranoj. E ke bo shumë keq se s'pranova. Zoti na ruaj nga refuzimi i Zotit ndaj neve. Andaj du të më pëndu shumë të ndërum xhamat. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, o Allah, ma bëj kabull, pranoje tawbën time. Para mendo pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që gjithë imrin e ka thënë të punu për Zot, të punu për në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, duke ndihmu fenë e Zotit xhelel xhelalu. Tër natën fale, e tër ditën agjeronte, jashta farzëve të Zotit xhelel xhelalu. Ndihmonte besimtarët, ndihmonte fuqarat, e vuante atë çka e vuanin muslimanët. Dhe krejt pasojna çka i kurorzon të gjërat me tëube. O Zot falem, sepse haki Allahut është shumë i madh. Haki Allahut është shumë i madh. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, waghsil thawbati, waghsil hawbati. Dhe ma laj haub është gjunaj, mëkati, rëndesa e gjunajt. Pra, o Zot, nëse kalon gjurm, se mëkati le gjurm, ti e bën mëkatin veç me gojën e larë. Për shembull, nëse ti ja ke marrë dikujna 10 dinar pa hak, edhe i ki 10 dinar të shtëpia, dhe ti e nin një ders për tobe, o Zot falem. Ama të 10 dinar s'mi kthen ti. Jo, nuk bëhet tobja kështu. Tobja është mi morë këto 10 dinar, e mi akthia ti njëri thon, fal, gabova unë ti mora. Apo, du të mi t'i kthije. Sa njëri mundohet me manipulu Zotin? Çish e manipulon? A i qonë gjunat e veta, edhe në gjami Allahu e berë unë jam pendue. A njërzit i ka vrau për jashtë, i ka sakatu për jashtë, i ka vetë për jashtë, ka plaskit për jashtë. Ti nuk je të pendu, ti të baj gare. Ti të baj gare, ti atë shka e ke marë, hakin e njërit e ki me veti, a ti po pendosh, kuj të pendue? Jo, kur ta lëndojsh dikan, në ma banë Allah, se unë po du me pendue. Po haki jem i të ubës është hak i lith me tije, se unë ti të kumin hak. E nuk mund është ti për shemull me hin hak njanit, edhe me vetë një njanin, a ma falë Allah ja me ta Allah ta falë. Po të shki kur gjomat, të ki? Të ki? Do të më këthi hakët. Por këta si ju shiko pejgamberi alayhis salatu wassalam, çka tha? Pastroje, laje gjunaj, pra dhe gjurmën shka e kalon gjunaj i lama. Sa njeri për shembull a pendu pi gjunaj, ama në krye i ka met, shpirti ju ka ngulit.
Ti e pendue prej shumë mëkateve, prej shumë muzikave, prej shumë të ligave, po tu kanë ngulit shpirt ato. Njëri sa njëri thot, o që unë e kur lidh në namaz, ndel muzika. O që lexon Fatihajën, unë e thot jam të përcelat atë ritmin atje. Se ja kalon gjurmë, fell, muzika. Dhe ki duhet tobe dhe tobe dhe tobe dhe tobe. Atje thot unë o që falna, ndel dashnorja për para. Së ne e kipi krije. Kjo është gjurmë të le. E gjurmët e mëkatit kush i lan? Rabbul Alemini. Gjurmë është ajo. Andaj sa njeriu që shtot i bën kaj me që lidhet namaz, ai veç qëllimin është. S'mundet me mrit e arshi atje te Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj lut Allah me ta fal gjunahin dhe me ta fal dhe me ta la gjurmën e gjunahit. Ti nuk mundesh me punu tan ditën punë, apo tan ditën punë, e ki bo kit viran. Edhe me thonë u pendova dhe ato mu kthije kit klame. Jo, dush mishtin maqin. Bile ka do të përlime, ka dalë thot, jo duhet me vlu ujin, e duhet me mor lloj mjete substanca për me përzime ta, e me më fund me thonë, apo, dhe shpesh herë, mas të lajtëmës, do koha me mor vetën, se e ke shtridhë shumë. Edhe nefsi o qashtu, i duhet shumë punë ati, këto që jo letë. Kad aflaha men zakkaha, Allahu ja thot ka shpëtu të Zoti ai cili e pastron nefsin, nefsi o problematik. Nefsi e problematika, i vazhdimisht do në me thirë në gjuna. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastroje, laje gjunajin dhe gjurmën e gjunajit. E lusim Zotin e madh Allahu të e pason gjunajt, dhe i pason e gjurmët e gjunajve. Dhe banë Allahu te bareke ve teala që në jetët tona mos ketë diçka që nuk lahat, sepse ajo që nuk lahat të ndërum gjmatu shumë e ranë. Mos ketë diçka e cila e ka zonë dikush kamën me hak. E ku shkojmë të Allahu subhanahu wa taala, nuk mundi me shpëtu shkaku i hakut që ja kemi nxënë dikujna. Thot alayhi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim të duas, wa ajib da'wati. Dhe ka thënë o Zot, përgjigju lutjeve të mia. Përgjigju lutje, dhe kjo është edukat të ndërum xhamat. Kjo është edukat, ti lutesh te Zoti i Madh subhanahu wa taala. Mirë po, për edukat është më thon, o Zot, ma prano. Se unë realisht nuk e meritoj. Unë nuk e meritoj. Po ti rahmetin e kitë madh, e une me istighfar te Zoti nuk shkohet pos me pranimin e gjunahit dhe çfarë? Lutje, përgjërohu. Lutë shumë, hiç mos u nal të lut. Shikon njerëzit kur janë zor, e shati një fukara zengini ta si të mundesh, 100 kushti, kanë njerëz që thu, çudi ku i gjeti më gjithë fjalë, apo, dhe ti hiç se ki vani jetë me asgjë dorën, hiç do mi dhan parë. Po çashtu të thot, ta rujt Allah e vladin, inshallah t'jap shnet, inshallah trumpit qijave. Ti çast amël të vjen thua diçka prit se unë nuk e pata një jetë me dhan, po ha merri do pare se lutja shumë e mirë ke. Para në njëri me fjalë të mira. Poetët në të kaluarën me gjuhët e tyre, i vjelnin pasuritë e mbretërve. Shkonte poeti i shuar hiket e mbreti, e i thonte i kam do fjalë për tyje. I kam do fjalë për tyje. Dhe fillonte me recititu poezi dhe lavdronte. Filani e ti e mashtetin e ti e ka hije kështu me radhë, fillon të me ngrit në alt. Edhe normal se dhe jepja një që ka që pare, se me hipim qil. Apo, e kemi përmërin shpesh, e një këngëtare jam mjel haqjive këtë parët. Këtë parët jam apo, se mos flasmi për rinim, se i rivi s'ka. Këtë penzinja jep, komplet, se thot e përshëndesim edhe mo e ditë, qka së të banaj, se ta ka prek egon. Une, filani shpje madhe jena, kabile madhe. Lutu të Allah, këto janë vetëm sa për shembull. Para mënot, ti lutë Allah, madhnoje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e lutë të Zotin dhe e madhronte. Rabbi Jibrail wa Mikail, o Zoti i Mikailit dhe i Jibrailit, o Zoti i qiellit dhe i tokës. Pse? Se kjo madhrim. Dhe pas madhrimit, shiko, edhe Fatiha jo është e njëjtë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Çka thotë? Ti njerë thua elham, çka thotë? Krejta hamdët janë për Zotin. Por sosmërit, lavdratat janë vetëm për Zotin e Madh. Zoti i botrave, i cili është shumë i mëshirshëm, mëshirbërës, këti mëshiron që meritojnë mëshirë. Ai është pushtet mbajt si llogarimar si ditën e Kiametit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Shiko kjo madhrim. Pastaj ihdinas sirat. O Zot na udhëzon në rrugën e drejtë. Pse se ka pru një herë me udhëzim? Ka dalë lavdroje. Lavdroje një herë, madhroje, lartësoje. Pastaj vjen edhe dhurata edhe përgjigja. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Wa ajib da'wati. O Zot, po të lutna
bëj kabull të dua që ka i val. Bëj dua, na bëj madhurimit të ndërum xhamat. Pa ne pranon Zoti. A ne pranon Zoti. Ne e kalum Ramazanin, tash jemi në kohën e haxhit. Lutim Zotin e Madh Allahu xhelal xhat ja lecon si cillit haxhi që ka më marr rrugën për me shku në haxh. E kita ata musliman që s'u ka ardhur rendi, Allahu ja mundsoi dhe i shkrui tek kaderi tina që t'jenë prej haxhive. Mirë po, sa njeri kalon Ramazana, haxhillok, umre, jep zekat, fal. Mirë po njerëz thonë, Allahve s'ka shenja këtë. Ku janë kabulli? Ku akhlaqi i ti? Ku morali i ti? Ku sjellja e ti? Ku ta shoh Islamin? Mirë ti u ktheve pi haxhillokit. E sosa Ramazanin, e falë namazin. Po ti kur del në tregti, nuk shifësh me që ke bo hax. Nuk shifësh që ke bo umre. Ti ala dhe vergjije. Ti ala shumë njerëz ala bojnë hajdu të lëqe. Apo, ama se e ka buqin e haxhillokit. Ama kjo është manipulim. Edhe manipulon t'i kanë. Ama Zoti, po ditën e Kiametit kur na thojë Zoti, a nemën xhamijës tema, a nemën namazit tema, a nemën haxhillokit tema, a nemën zakatit tema i ki mashtru njerëzit, a nemën selamit tema, selamu aleikum, t'ka besu njeri. Ti ke dhënë selam, aja dorzu, si ke thon fjalë mloja. Pastaj ke manipulua. Shiko, çishtot Imam Shatibi rahimahullahu teala, kaminal Allahu muftilert, ata shka japin fetva. Apo, se të na ka shumë muftiler. Jo veç ato shka kanë zotë shkollë. Qajtorit janë të moshta me muftiler. Pasha Allah i mbambe, apo i dini, që ish japin fetva. Ti thu se 10 vetë ka studiu për shariat. Ama Imam Shatibiu nuk fol për ato, fol për muftiler, po tamam muftiler. Thotë Allahu kaminal kejt o gjallar që kanë dhanë fetva ditën e Kiametit. Edhe kam ju dhanë, a me vullën tema. E ka po njeri vullën, e ka nun emrin e Zotit ati. Allah i ka thonë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ana mën tema, nalu. Au qifuhum, nalni ata se kemi marrë llogari. Po këta si të ndërum xhamat, mos ti kesh përdorur madhurimet për të mritë dunjat e tona, për të mritë lëvërditë tona, te epçet e tona, sepse emri është shumë i madh. Wallahi, ti dikuj letër njoftimin më amor. Edhe me thonë Allah, sosa beni punë në mën tan. Çka thot? Çka i bën normal be? Çish më në letër njoftimin tan? Pam vet mua. Në shkrimin më amor tranohet. Kartelën e bankës më thonë Allah ta morrave pa kartelën i sosa do punë. Çish më thotë ja, me kartelën time ke pakujta. Pam vet mua. Njerëz ta jap letër njoftimi, thotë, jo, kjo ai jemi. A jap ti dikujt pasaportën me shkuën në montan? Jo, se thotë më llogaritet krim. Hamdjekin mua. E mirë, kur u bën emri i Zotit me përdor çish dojnë ana. Andaj të ndërum gjatë me pas shumë kujdes si e përdorim emrin e Zotit. Shiko sahabët e pejgamberit sa nuk jepnin vetëm jo emri i Zotit. Amnal Allah i thotë pse ke thon. A ka donjë si japin fllatir. A më falve se ti di. Ama kanë minal Allahu subhanahu wa taala. Wallahi s'kan kanë me kalu para Allahit, po me ditë se palle kush mi u thon, mos tani e ti. Mos tani në dunja, o xhema, mos tani në dunja. Apo, shko ti thuj një njëri që ka kancer, apo mos tani e ti. Ai doktori thotë çfarë të folë kjo? Çish mos tani, u smut me kancerove. O ki ditë numëruar me i ka. Ti mundesh me lujt me ta, ama që janë shumë serioze. Nuk është kanceri kur gjatë ndërmë gjëmatë që kam me folën e mënë të Allah. Thëtë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa thabbit hujjati. Dhe o Zot, ma forco argumentin tem. Ama argumentin në vorë. Apo, në vorë, a mundesh ti me thonë, në vorë kur të shtin, kur thoja e më rabbu, kanë e ki Zot. Unë jam pronari kësaj kompanije, more le kompanijën, kanë e ki bo Zot, ti kanë e ki adhuruhe. Kam kerra, le kerrat kanë me dunja. Fol tash. Thabbit hujjati. Ka thonë, o Zot, ma forco argumentin. Kur të mbesin me laqët, Allah në lesot të gjithë, ja Rabbal Alamin. Wahdi qalbi, dhe udhëzoje zemrën time, wa saddid lisani. Dhe ka thonë, kur të flas, bëje të flas drejt. Si shigjeta që shkon, saddid, bëje që të goditi që ati ku e ka venin. Waslul sakhime të qalbi. Pas se ka thonë, dhe largoje nxehtësinë e zemrës time, inatin. Ka njeri e mit inati, e mit mlefi, së në liron zemrën. Shkarkoj o Allah, shkarkoj se dunjoja se imi, se jotja se. Heq, kanë njerëzit dhe se shiko, për dit ka vdekje. Mirë po, vazhdojnë dunjoja, dili del, hana del, vazhdojnë mujt.
I lumja I cili ka shkarku vetën e vet. Shiko pejgamberi sa më ka thënë: "Waslul sakhimet", ki nxati çka është në zemër, largoma. Lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allah na bën që edhe ne të marrim pjesë në këtë dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na mundson Zoti I Madh që të lutemi me këtë dua të pejgamberit alaihi salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh xhelal në këtë ditë xumaje, ditë të madhe që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të jetojmë me Islam, të rritemi me Islam, mos ta keqpërdorim Islamin, por t'i bëjmë adhurimet për hir të Zotit xhelal xhelalu. Çdo adhurim që e bëjmë të reflekton në moralet tona, në akhlaqet tona. Atë çka e dina, na mundson Zoti me zbatue. Atë çka se dina, e lutim Zotin Allah të na mësoje. E lutim Allah subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xhelalu muslimanët kudo që Allah t'i ndihmon. Fuqarat, skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, të gjithë që kanë nevojë për rahmetin e Allahut, Allahu t'i zbret për rahmetit të vet, për mëshirës së vet, për butësisë së vet. E krejt ata që bëjnë zullum dhe bëjnë krimin në tokë dhe bëjnë gjëra të cilat nuk I don Allahu subhanahu wa taala, lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu që Allahu me zullumën të vetat I shpartallon ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.